Rikthehemi sërish së bashku në pjesën e dytë të programit, për të cilën në fakt ishim mbledhur sot pavarësisht zhvillimeve të cilat si gjithmonë News 24 i ka në qendër të vëmendjes, pra aktualitetin ditor. Ne ishim mbledhur për të folur për të ardhmen e Partisë Demokratike, për faktin se sa fituese është ajo mes zgjedhjeve, po edhe përjashtimeve. Një pjesë e Partisë Demokratike, me në krye zotin Bardi, përfundoi disa ditë më parë një vizitë e rëndësishme në Gjermani. Me të ardhur këtu zhvillua protesta shtatkombëtare e Partisë Demokratike, ku u pan të valviteshin më së shumti flamujt gjerman. Dhe më andej erdhi dhe një reagim i vetë Gjermanisë përmes ambasadës së saj në Tiranë, e cila dënoi dhunën që përshfaqej në protesta. Si do të vijojë aksioni opozitar, sepse demokratët dhe opozitarët janë duke u përgatitur për protestën e tyre të radhës, e cila është njoftuar edhe nga zoti Berisha. Zoti Bardi, takimet tuaja në Gjermani kishin në qendër të vëmendjes, me sa informacion kam unë, po edhe ju e keni bërë publike, situatën në Shqipëri, çështja Balluku mori një vëmendje të veçantë apo jo, puna konkrete e organeve tona të drejtësisë e tjera me radhë. Ndërkohë që pati një reagim të ambasadës gjermane që u duk sikur e gjitha kjo u kthye në bumerang. Pra, valvitja e flamujve gjerman në protest i shkonte për 7 takimeve që ju zhvilluat në Gjermani? Së pari, valvitja e flamujve nuk ka asnjë lidhje me vizitën time është perceptuar kështu. Dhe të kolegëve, jo nuk ka asnjë lidhje me këtë vizitë. Ju besoj jeni dëshmitarët dhe po t'i japni protestat e tjera. Gjithmonë në protestat tona ka flamuj, krah flamujve të Partisë Demokratike, të vendeve mike dhe partnerëve tanë strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës, flamuri i Bashkimit Evropian, flamuri gjerman, flamuri italian e me radhë. Pra, po këtë herë ka qenë më shumë gjerman. Ka qenë, ndoshta duke qenë se ka qenë lëvizje dhe mund të jetë, po themi, përqendruar më shumë vëmendja tek flamuj që ndishnin turmën. Ndërkohë që ku bëhet protesta në bulevard, janë shpërndar në gjithë bulevardin dhe ndoshta nuk tërheqin një lloj vëmendje. Por duke qenë se e kam parë nga brenda protestat, pra kam qenë aty, do duhet t'ju siguroj që flamuj ka në çdo protestë të Partisë Demokratike. Pra nuk është se ka një, po themi, orkestrim të protestuesve për të marrë flamuj, por qoftë në mitingjet tona gjatë fushatave elektorale, gjithmonë përdoren flamujt e vendeve që ne i konsiderojmë partner strategjik. Por kjo nuk ka asnjë lidhje me vizitën tonë në Gjermani. Dhe as me reagimin e mëpasshëm që erdhi po thoni nga ambasada. Sa i takon reagimit të ambasadës, sigurisht që dënoi dhuna nga të gjitha palët dhe është gjë normale që një vend mik partner si Gjermania të mos jetë e prirur për të toleruar akte, po themi, dhune nga cili do që kryen, pra qoftë dhuna që bën policia ndaj protestuesve apo qoftë edhe në ndonjë përplasje të protestuesve, pra unë e konsideroj si një, po themi, reagim normal që është bërë edhe në të shkuarën. Pra nuk ka lidhje me, po themi, prezencën e flamujve në protestë. Ja, rritët qëllimet tuaja në takimet që zhvilluat në Gjermani? Unë besoj që po, s'pari kishim mundësin e shkëlqyer për të shprehur edhe një herë qëndrimin tonë në mbështetje të procesit të integrimit të Shqipërisë, por edhe të shkëmbenim informacione nga afër me zyrtar të lartë të Gjermanisë, të cilët qoftë në Bundestag, qoftë në qeverinë federale, cilët trajtojnë çështjet që lidhen me integrimin e Shqipërisë. Morëm edhe një herë konfirmimin që Gjermania mbetet në krye të listës që mbështet procesin e zgjerimit dhe sigurisht edhe afrimin e Shqipërisë në familjen europiane, por siç ka qenë gjithmonë shumë serioze në këtë proces, nuk dëshiron thjesht një zgjidhje, po themi, me sy mbyllur për të marrë apo për të zgjeruar Bashkimin Evropian, por kërkon që secili vend kandidat që dëshiron të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian të implementojë standardet në vendin e vet, sepse kjo është një ndihmë që ata i japin popullit shqiptar. Pra dhe mbështetja e procesit të integrimit është mbështetje ndaj popullit shqiptar dhe që shqiptarët të përfitojnë nga integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Ky duhet të jetë një
proces që bazohet në merit, që bazohet në përmbushjen e standardeve dhe mbi gjitha që rrit mirëqenien e qytetarëve shqiptar, pra që ata të jetojnë si çdo bashkëqytetar tjetër në Europë. A folët ju në Gjermani edhe për zgjedhjet për të cilat po bëheni gati brenda Partisë Demokratike, morën vëmendje takimet? Kanë interes ata të dinë si po shkojnë përgatitjet? Nuk pati asnjë diskutim sa i takon zhvillimeve të brendshme në qoftë në Partinë Demokratike, qoftë në kampin opozitar, sepse gjithë vëmendja dhe fokusi i vizitës ishte përsëris tek ajo që po ndodhte në Shqipëri dhe se si akte apo veprime caktuara vështirësojnë rrugën e Shqipërisë në procesin e integrimit evropian. Dhe padyshim, kur Bashkimi Evropian kërkon luftën ndaj korrupsionit si prioritet absolut të rrugës tonë drejt Bashkimit Evropian, ndërkohë shihet që me votë politike mbrohet korrupsioni në kuvend, shqetësimi sigurisht do lidhej me këtë të fundit. Mbrojtje politike përmes asaj që ndodhi në kuvend, thoni ju, po nga ana tjetër edhe ju nuk veproni në kuptimin nuk pranoni, se po thoni se jemi duke zbatuar ligjin, të publikoni ato detajet që përmban ajo dosje 16.000 faqe cilën ju e dispononi. Dhe kjo do ndihmonte publikun të njeh me detajet. Po në qoftë se ju dhe publiku akoma nuk e keni kuptuar se çka bër Belinda Balluku, kjo nuk është besoj përgjegjësi e imja. Dosja ndaj zonjës Balluku, pra relacioni shoqërues, ajo që është në interes të qytetarëve, është publikuar, pra është publik në mënyrë të plot, pastaj të nxjerrësh 16.000 faqe, do të thotë që ta fusësh publiku në një, po themi, devijim të asaj që realisht ka bërë Belinda Balluku. Jo, ndoshta publikohen emrat që figurojnë në atë dosje, të oligarkëve për shembull. Po s'ka emrat, nuk na kanë sjell oligarkët për të marrë autorizim. Pra në kuvend vjen vendën të dhënat që lidhen me Belinda Balluku. Dhe lidhje që ajo ka ose ka patur në të kaluarën me ata që njihen në publik si oligarkë. Këto po hetohen në këtë moment. Te tuneli Llogaras është se po, ka patur gjithashtu. Jo, pra nuk ka patur. E kuptoj. Okej, ju e dini se ju e dini dosjen ose në kuvend. Ajo që ka ardhur në kuvend lidhet me si ka paracaktuar Belinda Balluku garën për tunelin e Llogaras. Ta fitonte kompania turke dhe ka një analizë që bazohet në prova. Sikundër kanë ardhur të dhënat dhe provat janë publike, ju këtu i keni publikuar, pra kolegët tuaj të televizionit që ndjekin kronikën i kanë publikuar të plota, të gjitha të dhënat që tregojnë se si Belinda Balluku ka paracaktuar garën për 11 procedura që është sot në hetim. Sigurisht që prokuria në këtë moment, siç edhe është bërë publike, ka vijuar hetimet për të verifikuar vepra të tjera penale që lidhen me korrupsionin aktiv apo pasiv, që lidhe me pastrimin e parave, që lidhe me lidhet e saj me oligark apo biznesmen të caktuar, po këto të dhëna nuk kanë ardhur në kuvend, sepse deri në këtë moment nuk ka një akuzë për këto vepra penale që do autorizonin prokurin të drejtohesh e kuvendit për të marrë leje për arrestin e saj bazuar në këto vepra penale. Pra në kuvend nuk ka ardhur çdo gjë që po heton prokuria për Belinda Ballukun, që ta bëjmë të qartë. Pra nuk ka ardhur të dhëna që lidhen me pasurinë e saj apo pra këto janë çështje që po hetohen. Në prokuri kanë ardhur për aq sa ç'është akuzuar deri në atë moment, kanë ardhur provat që mbështesin relacionin shoqërues. Dhe ai është publik. Edhe një pyetje fundit e do jap fjalën kolegëve, a i arritët ju pritshmëritë tuaja me protestën e 7 kombëtare? Unë besoj që protesta është e vetmja mënyrë spaku për të mos lejuar që korrupsioni të kthehet apo të ligjërohet në vend ku një qeveri merr në mbrojtje korrupsionin, reagimi qytetar është e vetmja formë. Dhe unë besoj që protestat kanë arritur të sensibilizojnë qoftë faktor të brendshëm, pra shoqërinë shqiptare, por dhe faktor të jashtëm, pra faktorin ndërkombëtar, që në Shqipëri ka një problem me korrupsionin. Qeveria aktuale në vend që të luftojë korrupsionin, po e merr atë në mbrojtje. Ju kërkoni vetëm të sensibilizoni apo kërkoni që përmes protestave të arrini qeverinë teknike? Ne synojmë që përmes protestave të garantojmë shqiptarët zgjedhje të lira dhe të ndeshme, po kjo bëhet me sensibilizim. Spari do duhet sensibilizojmë
qytetarët shqiptarë për t'ju bashkuar edhe më të shumët në numër rreth kësaj kauze të drejtë dhe s'dyti edhe faktorin ndërkombëtar për të ndërhyrë që të garantohen zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Kjo bëhet me sensibilizim, pra nuk bëhet me formë tjetër. Pra sa më shumë qytetarët kuptojnë që këtu ka një problem që deformimi i zgjedhjeve sjell deformimin, sepse korrupsioni i kësaj qeverie është pasojë e deformimit të zgjedhjeve. Pra deformimi i zgjedhjeve sjell deformimin e qeverisjes. Në vend që këta që na qeverisin sot punojnë në dobi të qytetarëve shqiptar, punojnë për të fryrë xhepat e tyre. A rrihet kjo, zoti Lubonja, pra përmes sensibilizimit të popullit shqiptar, edhe sensibilizimit të ndërkombëtarëve që në një moment caktuar pastaj ata të ndërhyjnë dhe të arrihet qeveria teknike e zgjedhjet e lira e të ndershme rrjedhimisht. E arrin opozita këtë, po e arrin? Tani, Bardhi tha shumë gjëra, ti po më bën një pyetje të ngushtë. Prap të ngushtë. Po, të ngushtë, sepse kisha gjëra për të thënë për ato që tha Bardhi, me thënë drejtën. Po rrugës të zgjeron vetë, zoti Lubonja, gjithmonë. Gjithmonë pa leje. Bësa kur si të duash. Mua kjo më intereson të piteni nga ju. Po i lidh të dyja, si më thënë, sepse pyete lidhur me atë që sensibilizimi ndërkombëtarëve, se këtu doja të reagoja pak lidhur me ato që bëre më herët. Sepse unë nuk jam dakord me atë që thot Bardhi që ata flamujt Gjerman dolën ashtu rastësisht. Sikur s'ka ndalë herë tjetër. Dhe kjo nuk ka të bëj vetëm me atë, por ka të bëj me gjithë thelbin e çështjes së politikave të kësaj opozite. A unë mendoj që ato flamujt dolën sepse Gjermanët, siç i tha vetë Rama, po veprojnë kundër Shqipërisë, po veprojnë në favor të opozitës, në një farë kuptimi. Unë mendoj që reagimi i gjermanëve ka qenë i drejtë, sepse lidhet me çështjen Balluku, e cila konsiderohej si test për ta, veçanërisht për ta, dhe këtë e kam dhe informacion, jo për Macronin për shembull, po për gjermanët, jo për Francën dhe ata kanë reaguar. Aq sa Rama tha po veprojnë kundër Shqipërisë. Tani sigurisht që opozita kërkon një mbështetje tek ta, të cilët kanë reaguar më shumë. Për këtë kanë shkuar këta. Por unë do të kujtoj diçka tjetër që për mua mbetet problem, se kjo opozitë duhet të jetë çik koherente, në kuptimin që deri dje e para, domethënë ky raporti me të huajt me këta, domethënë sa del në një këtej deri dje thuaj dhe çfarë po ndodh në Shqipëri është pyetja në fund fare, edhe me opozitën po edhe në tërësi. Deri dje ishte Trumpi pilastra e mbështetjes tyre që do të na rrëzojë Edi Ramën, gati do të vi ta heqin se i Maduro, apo jo, Tani janë Gjermanë. Dhe tani ndodh diçka, çka ka ndodhur, duhet analizuar në fund fare. Ka ndodhur për mua diçka që askush nuk e thot, por që ka të bëjë me çfarë po ndodh në Shqipëri. Për mendimin tim, ka ndodhur kjo, që Edi Rama nëpërmjet lobimeve të tij, ku hyn Tony Blair, i pari, i cili e futi dhe rekomandoi në bordin e paqes, që erdhi ajo ftesë njëra tjetrën, dhe njëri i afërt i Trumpit, dhe ndoshta edhe Netanyahu, me cilin shkoi dhe në një kohë kur gjithë liderët evropian, kuptonti, nuk kanë shkuar atje për shkak të krimeve të luftës të Netanyahut, kupton, ky shkon atje. Edhe ky njeri i afërt i Trumpit, ndoshta edhe me nëpërmjet ndonjë manovre nga këto që shet nga i cop Shqipëri, jep nga ndonjë gjë amerikanëve, e ka neutralizuar pak a shumë atë që mendoi se mund të ishte një rrezik në thojë amerikan, dhe këta shkojnë tek gjermanët. Tashi, dhe kjo ngre një çështje të madhe, ore do mbështetemi ke këtane, apo do mbështetemi tek ky populli jonë, tek nevoja. Sigurisht edhe këta mund të mbështetesh, si një provincë që jemi edhe një gati vend vasal, legjitimin ata na e kanë dhënë gjithmonë, mundet, por a janë ata vërtet kaq vendosur? Nga informacion që kam unë, dhe nga analiza që bëj, edhe që shoh, gjermanët me reagimin që bën, treguan që ne nuk jemi për aq larg, nuk jemi për atë që quhet regime change.
Se regjim change do më thënë heqja e Ramës në një farë mënyrë, si në një formë, me një goditje politike dhe të ushtrojnë një presion për regjim change. E kërkojnë me drejtësi, e kërkojnë kështu, me reformën Balluku, me këta, dhe në një farë mënyrë këta mirë bëjnë që shkojnë kërkojnë dhe të informojnë, por unë nuk jam optimist si opozitar që jam, se kjo rrugë mund të qojë, se aty është e pyetja juaj, që kjo mundet të bëjë tjetë me mjaftueshëm. Ndërkombëtarët janë shumë të vakët dhe sot janë në krizë, të gjithë janë në krizë. Nëse dëgjuat Ramën në intervistën që dha me atë francesen, një nga gjërat që thoshte ishte, por nuk janë të gjithë njësoj, tha. Nuk janë të gjithë evropianë, se ajo i tha, juve bët këtë, shkuat në Gjerën Paqës, shkuat këtu. Ajo gazetarja ky tha, por nuk e mendojnë gjithë njësoj. Pse? Sepse e dija që ka Macronin me vete, i ka bërë ai me Macronin dealet e veta, ka Melonin me vete, ka këtej. Kështu që në këtë Europë, në krizë, të përçarë edhe në gjëra në politika, mendoj që Rama ka favor, ndërsa opozita ka detyra shumë më të mëdha, cilat pastaj është një temë tjetër se sa mund të realizojë, po të paktën duhet jenë koherent edhe duhet të mbështeten më shumë tek populli shqiptar, sepse nuk besoj se mjafton kjo. Pra, pyetjes time të ngushtë, të kesh një përgjigje në mënyrë të gjerë. Të bëjnë që ka analizën e... Zoti Baldi, po. Bëj një koment s'pari, nuk ka asnjë ndryshim, po themi, apo përplasje në qëndrimet tona në raport me partnerët strategjik. Është fakt që zbashku me zonjën Tabaku që ishim në Berlin në mars, në shkurt ne ishim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kishim mundësi zhvillonim takime, jo vetëm në Kongres, por dhe në Departamentin Amerikan të Shtetit. Madje jo një takim, po 2 takime, ku sigurisht u fol edhe aty në të njëjtën, po themi, qëllim, shkëmbimi i informacioneve nga ana jonë në raport me zhvillimet në Shqipëri. Dhe temat interesit ishin absolutisht të njëjta, shtuar që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka një fokus, po themi, pak më të madh tek lufta ndaj karteleve të drogës. Edhe përpara një jave, pra apo 2-3 ditësh, njoftimi i fundit i ambasadës Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kishte përmbledhur takimet me të gjithë emërimet e reja në qeverinë e re, e vendoste theksin tek lufta pa kompromis e ndaj karteleve të drogës. Por do duhet të kuptoni që kontaktet tona me faktorin ndërkombëtar, dhe në këtë rast me Gjermaninë, me qenë se ishim këtu, ishte edhe për të qartësuar rolin ton në raport me mbështetjen që japim procesit të integrimit të Shqipërisë. Pra nuk është pengesë as shoqëria shqiptare, as opozita e këtij procesi, pengesë janë ata që kanë vendosur që me votë politike të bëjnë atë që në fakt nuk është bërë në 35 vite, të pengojnë prokurin që ndërmarr veprime hetimore të caktuara në raport me luftën ndaj korrupsionit, siç ishte mbrojtja e Belinda Ballukut. Por e përsëris, qëllimi i protestave tona pa diskutim kryesori është të sensibilizojmë shoqërinë shqiptare, qytetarët shqiptarë, sepse protestat nuk janë forma... Ka një pyetje. Po, patjetër. Tani, sepse nga njerë duhet i themi ca gjëra, ju keni shkuar atje, po një nga temat që gjenë gjithmonë kur takon këta të huajt, është edhe kjo, problemi çështja Sali Berisha. Po mirë, me Sali Berishën prapë ne do... Nuk ka patur asnjë shqetësim të tillë. Ju e keni... Nuk ka patur... Se ka zgjedhjen këtë debat me të huajt që takoni Jo, dhe... nuk ka patur asnjë, dhe këtë e them me përgjegjësi të plot, nuk ka patur asnjë shqetësim apo, po themi, diskutim në raport me këtë çështje. Zoti Bardhi, kush janë aleatët tuaj ndërkombëtar për momentin? Çdo vend mik i Shqipërisë është aleat i yni, është aleat i yni pra, është SBA, është Gjermani, pastaj? Edhe këtu... Institucionet e Bashkimit Evropian, është Italia, është pa diskutim që partnerët tanë
strategjik të Partisë Demokratike janë partnerët strategjik të Shqipërisë. Ato vende mike që duan ta shikojnë Shqipërinë sa më mirë dhe sigurisht integruar me standarde në Bashkimin Evropian. Edhe një pyetje koment kisha lidhur me këtë që tha, sepse më kujtoj përsëri Ramën. Ajo gazetarja e pyeti, po mirë se tha Italia, Italia i tha, kur e do Italia neve, më falë për shprehjen, i heqim breket pa diskutim, tha, në kupton. Edhe i tha, jo, po mirë, edhe të majtë edhe djathë kur vinë atje, po, s'ka problem fare, kush të doj, tha. Kupton, Italia ne kemi veçantë, dashuri, kështu, të pa kondicionuar, do më të ashtu. Tani problemi është ky, këta gjithmonë flasin si kur vinë, do më si kur s'kan partner politik. Normalisht, Rama duhet ishte si socialist me opozitën italiane dhe të kishte pozicionet qarta, edhe këta me që janë të djathë, qëndër e djathë, duhet jenë më shumë me të djathët, po themin, në këtë rast, Gjerman. Po, ama problemi është dhe ky, se këta kanë takuar të djathët Gjerman, besoj unë, ndoshta, por kur kemi parasysh të djathët Gjerman, nuk janë e njëjta gjë me Trumpin në Amerikë, për shembull. Se këtu bëhet një... është ngataruar që situata, thoni. Dhe pyetja është, ore, ku je ai Trumpi dhe ata mbështesin AFD-n, që janë në opozit me këta. Dhe këta tani, se edhe kur të krijosh miq, duhet i krijosh miq kredibël me të cilët qëndron, me të cilën ndan vlera, ndan kështu. Jo një herë sa del Trumpi shko bësh me Trumpin, pastaj bësh tej, pastaj bësh me Bidenin kur vjen Bideni, pastaj edhe ky është një problem i madh që Partia Demokratike midis tjera kur fola për koherencën kisha parasysh edhe këtë. A mund ta shpjegoj? Sigurisht që partneriteti politik është me partitë tona si motra. Për shembull në Shtetet Bashkuara të Amerikës ne nuk kemi marrë pjesë ndonjëherë në konventën e demokratëve. Kemi shkuar dhe kemi marrë pjesë gjithmonë konventën e republikanëve, sepse ato janë partia jonë si motor atje. Sikundër edhe në Europë, edhe në kuadër të pjesëmarrjes së Partisë Demokratike në familjen e partive popullore europiane, ne kemi partneritet politik si parti politike me partitë që janë anëtare të partive popullore europiane. Kur bëhet fjala për partneritet të shtetit shqiptar, të Shqipërisë, sigurisht që për ne partner nuk janë partit politike në Shtetet Bashkuara të Amerikës, janë institucionet, janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E njëjta gjë vlen edhe në vendet europiane. Pra kur flitet për interesin e Shqipërisë, ne kemi partner shtetet përkatëse, apo institucionet e shteteve përkatëse. Po jo, ju keni bërë konservatorë. Dhe në Gjermani, ne nuk ishim takime në partim politike, pra nuk kishim takime në CDU, kishim takime zyrtare në institucione, pra në Bundestag dhe në qeverinë federale. Në Bundestag jemi takuar me zyrtar të lartë që merren me Shqipërinë, pra që trajtojnë rastin e Shqipërisë, kryetarin e Komisionit Jashtëm, kryetarin e Komisionit për Europën, raportuesin për Shqipërinë dhe Ballkanin Perëndimor në Bundestag, e me radhë. Mirë, më falë. Edhe në qeveri jemi takuar. Pyetja është, po të bëj pyetjen që i bëri ajo francezja Ramës. Orë zotri, je me bordin e paqes ti si opozit të Trumpit, apo je me Gjermanët që takove, dhe në Evropë që, të cilët s'kan hyrë asnjëri në bordin e paqes. Ti si opozit, jep një përgjigje kësaj këtij populli për t'i thënë, ore, jemi koherent. Unë besoj që ja kemi dhënë përgjigje për një jeni me Trumpin. Për një arsye shumë thjesht që Shqipëria në vetvete, imagjino pastaj opozita është shumë, po themi, e vogël për të ndërhyrë në raporte mes dy superfuqive, si që SBA-ja dhe Gjermania. Atëherë ajo pse sa i takon bordit paqes, patjetër që ne mbështesim çdo iniciativë që synon paqen
në botë, dhe kjo është arsyeja pse e kemi votuar pro Se paqja ju duket juve ajo. bordin e paqes, në këndvështrimin ton po, sepse ishte ndërhyrja e Shtetet Bashkuara të Amerikës, që pas një kohe të gjatë, Paqe me diktatorët. pas një kohe të gjatë konflikti mes Izraelit dhe Palestinës, me gjithë shka kemi parë dhe vëzhguar gjithë bashkë. Shive paqe, shive qa paqe. Patëm një arbushim dhe ka një përpjekje serioze për të ringritur, po themi, zonat e dëmtuara nga Ka një ndërhyrje, lutem, po. Dhe ne këtë parasytim që e mbështesim. Në vijim si debati, patjetër që ky është debat shumë i vlefshëm, po unë them që u zgjeruan pak shumë dhe do ishte mirë ta ngushtonin. Patjetër që ka një problem ndërkombëtar të Partisë Demokratike, po unë do të thoya që problemi ndërkombëtar i Partisë Demokratike nuk është as për arsye ideologjike, as për arsye programatike të kësaj partie. Është për, sipas meje, për arsyen kryesore dhe ndoshta edhe të vetme, që kryetari i kësaj partie është shpallur non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës e para dhe e dyta, është i pandehur për korrupsion. Pra, jo për një çështje, po themi, të vogël. Dhe për mua këtu burë fakti që asnjë ambasador sot, partner ndërkombëtar, nuk shkel në selinë e Partisë Demokratike, kjo i kushtohet kësaj. Pra, jo se ka një qëndrim, po themi, për bordin e paqes, dhe kjo është debat që vlen, po nuk është se problemi i Partisë Demokratike është, si thuash, qasja që ka ndaj ideologjisë së djathtë, ndaj neokonservatorizmit e tjerë. Është ky problem, sepse ai shihet nga partnerët tanë ndërkombëtar si një parti e cila ka një kryetar të paragjykuar. Fatkeqësisht nuk është vetëm ajo parti, po janë dhe parti të tjera në koalicionin e opozitës. Tani ta ngushtoj akoma. Pyetja tema e emisionit është sa fituese është Partia Demokratike me zgjedhje jo po lidhen gjithë. Për mua, ky problem i Partisë Demokratike zgjidhet me pjesën e parë të pyetjes që janë zgjedhjet. Pra zgjedhjet janë në parti. Tani brenda pranverës Partinë Demokratike, për mua janë një shans për ta ndryshuar, për ta reformuar Partinë Demokratike, dhe kjo pastaj do të hapi dyert edhe të partnerëve ndërkombëtar. Jo thjesht nga pikpamje formale që të shkojë në kryetari i kuvendit dhe disa deputet Partisë Demokratike të takohen me eurodeputet ose me qoftë edhe me homologë të tjerë të parlamenteve kombëtare të vendeve të Bashkimit Evropian, po që të ketë vërtet një raport, të partnerëve ndërkombëtar me Partinë Demokratike. Ajo që shohim aktualisht është e kundërta, pra pjesa e dytë e temës së emisionit që janë përjashtimet. U përjashtua apo vetë përjashtua Saljani, pak ditë më parë kishim 2 përjashtime në Durrës, të cilët edhe ata unë nuk i njoh personalisht, po janë familje që tradicionalisht kanë mbështetur Partinë Demokratike. Sot lexova për një përplasje të brendshme në Partinë Demokratike mes degës së Krujës dhe fushkrues, pra ajo që po ndodh. Unë shoh që në Partinë Demokratike ka një regres në këtë pikë. Pra nuk është se ka një hapje, nuk është se ka një ftesë për rinin, tani është ujë i ndenjur. Nuk dua të përmend atë cilësim që përdori 96 ndritroi për Partinë Socialiste, por sigurisht që situata i afrohet asaj situate. Pyetja ime për zotin Bardhi është direkte dhe konkrete. Çfarë po bën Partia Demokratike ndryshe që rezultati elektoral i pranverës së ardhshme, që janë zgjedhjet vendore, mos tjetë gjithmonë po themi në ulje, në të kurrje, në dishez, siç ka ndodhur në 2 zgjedhjet e fundit. Në 2023 morën vetëm 10%, partia e madhe morën vetëm 10% bashkive, dhe në zgjedhjet e vitit 2025 morën më pak vota se gjysma e asaj që mori Partia Socialiste. Zoti Bardhi. S'pari njëherë nuk ka asnjë problem Partisë Demokratike me partnerët tanë ndërkombëtar. Sikundër nuk ka asnjë problem me statusin e zotit Berisha që është shpallur non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka një përgjigje zyrtare të Departamentit të Shtetit që zoti Berisha mund vizitojë Shtetet Bashkuara të Amerikës kur ai ta çmojë të përshtatshme. Besoj e mbani mend përgjigjen e dhënë nga Departamenti Amerikan i Shtetit vetëm pak muaj më parë dhe që është diçka publike. Së dyti, unë nuk kam parë ambasador që të shkojnë selinë e Partisë Socialiste që t'ju bëju përshtypje se nuk ka po dhe vinë edhe në selinë e Partisë Demokratike vinë edhe në kuvend ku unë takohem çdo javë me ambasadorët. Por jo në seli, thot. Po mund ta ndroj, e kam më kollaj nga që punoj
gjatë gjithë kohës në kryesinë e kuvendit. Po dhe unë nuk jam Gazmend Bardhi, unë jam nën kryetari i Partisë Demokratike, përfaqësoj Partinë Demokratike. Jam një nga zyrtarët më të lartë të Partisë Demokratike dhe kur unë i takoj ata, nuk i takoj sepse mbaj syze. I takoj sepse jam përfaqësues i Partisë Nuk jeni ju problemi ndërkombëtar i Partisë Demokratike. Ajo që unë po them është që nuk kap se t'ju bëj përshtypje mungesa e vizitave të ambasadorëve në selinë e PD-s, sepse nuk ka pasur vizita as në selinë e Partisë Socialiste. Sa i takon ka pasur në selinë e Partisë Demokratike gjithmonë. Para se të shpallej zoti Berisha Mongrata ka pasur në selinë e Partisë Demokratike. Sa i takon përjashtimeve? Në selinë e Partisë Socialiste ata nuk shkojnë se të shkojnë në godina qeveritare. Po vetëm Juri Kimi e bëri kanal atë rrugën e nga 2019 deri në 2020 në selinë e Partisë Demokratike na takoje në kryesinë e kuvendit, na takoje dot se ishim jashtë kuvendit, që kështu e vetmja pikë takimi me partnerët tanë ishte zyrat që kishim në selinë qendrore të Partisë Demokratike. Sa i takon çfarë do duhet bëj PD-ja? Unë mendoj që betejë që është duhet bërë Partia Demokratike për zgjedhje të lira dhe ndershme është një betejë që ne nuk e bëjmë thjesht për veten tonë, pra për Partinë Demokratike, e bëjmë më së pari për Shqipërinë, sepse është e vetmja mënyrë, e vetmja zgjidhje që Shqipëria realisht të ndryshojë Po si po të bëni këtë betejë zoti Bardhi, ndërkohë që vazhdoni përjashtoni antarë ose vetë përjashtoni. Se nëse më falni, nëse pretendoni zgjedhje të lira dhe të ndershme kombëtare, duhet paktën të ketë zgjedhje të lira të ndershme në parti, ndërkohë që ju s'pranoni as kandidatët. S'është e vërtetë. Absolutisht jeni do ta pranoni atëherë Ervin Saliani kandidat nëse shpall absolutisht jeni të lutur që në moment që do hapet gara dhe do të caktohen rregullat e garës, televizioni juaj të monitorojë 24 orë në 24 procesin. Të pretendosh zbatimin e ligjit zoti Bardhi, duhet minimalisht zbatoni statutin apo jo? Eksakt. Po se keni zbatuar pra apo jo statutin? Unë mendoj që ja kemi zbatuar. Po humb si kryetari që humb zgjedhjet duhet largohet nga detyra apo jo? Pra, fiks që humb zgjedhjet. Dhe nuk ka ndodhur kjo apo jo? Në zgjedhjet e kaluara zoti Bardhi. Që humb zgjedhjet. Po i ka humbur u Nëse ka një vendim që humb zgjedhjet. Nëse ka një vendim Partisë Demokratike që ka njohur rezultatin e kjo nuk është në statut, statuti zbatohet. Nuk interpretohet. Sigurisht që ka, jeni në parlament, keni njohur zgjedhjet përsa po jeni në parlament. Dhe ato e kemi sqaruar këtu. Përkundrazi, ka një vendim të organit më të lartë vendimarrës mes dy kuvendeve, që është Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, që nuk e ka njohur rezultatin e zgjedhjeve. Dhe për shkak se statuti, për shkak të asaj që ndodhi në 2019 dhe gjithë aktet në ligjore në zbatim të tij, kanë vendosur detyrimin që Partia Demokratike nuk bën dot më dy gjëra: largimin nga kuvendi, pra djegjen e mandateve, dhe largimin nga zgjedhjet. Dhe ne i kemi këto të dyja detyrime statutore. Por ka një vendim të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike që nuk njeh rezultatin e zgjedhjeve. Në momentin që partia nuk njeh rezultatin e zgjedhjeve, nuk mund të themi që ka patur zgjedhje vetëm për efekt do të përgjigjen se ju Merakun e keni te emrat. Unë Merakun e kam tek PD-ja, tek Demokratët, tek Shqipëria. Ne folëm për Skënder Hita, një dedikuam gjysmën e emisionit për emrat, patjetër që te emrat. Edhe folëm për funksionin, nuk folëm për emrin. Folëm për çfarë, sepse lidhet, jo pra, lidhet, Partia Demokratike është më e madhe se sa apo të kurret apo po zgjerohet Partia Demokratike. Unë kam bindjen e plotë që Partia Demokratike në procesin që ka hyrë, absolutisht përmes riorganizimit dhe asaj porosie që ne morëm sot të afrimeve dhe antarësimeve të reja në parti, do të fuqëzohet, kjo pas një diskutim. A keni patur afrime? Është gjë shumë pozitive, po kemi patur, është gjë shumë pozitive që në një parti demokratike dhe që funksionon si pas rregullat demokratike të ketë debat. Se i përjashtoni antarët, se janë pjesë e takimeve të Salianit, apo se nuk kanë ushtruar si që duhet funksionin e tyre partijak? Ju lutem të mos bëhemi qesharak. Jo çdo gjë që ndodh në Shqipëri ka lidhje me emra të caktuar. Partia Demokratike ka rrugën e saj të pavarur nga titujt e mediave, apo interesi i mediave për bërë
titoj. Pra Se u nuk ka përjashtuan ata asnjë të lidhje Durrësit atëherë? të lutem, a mund ta vazhdoj se do të përgjigjem. Sepse ju bëni pyetje për gjëra që janë të ezauruara. Ka një qëndrim zyrtar të Partisë Demokratike. Unë jam nënkryetari i Partisë Demokratike. Çfarë pret ti më shumë të them unë se sa qëndrimi zyrtar i PD-s? Që ne do duhet humbim transparencë për të kuptuar. Zoti Tabaku tha për zotin Salian, jam kundër përjashtimit për shembull. Kush është mendimi juaj personal? Kur e tha? E tha në Shkodër. Po e keni keq kuptuar. Googlojeni edhe një herë. Kemi keq kuptuar. Vendosja pak sinkronin. Googlojeni. Ju personalisht çfarë mendimi keni? Të përjashtohet edhe si individ. Të po të përgjigjem. Ka një qëndrim zyrtar të Partisë Demokratike. Dhe ky qëndrim zyrtar ka një 2 muaj që është zyrtar. Dhe kjo është një çështje e ezauruar. Tani unë nuk kam minuta se duhet bëj betejë me qeverinë, nuk kam minuta për të ripërsëritur qëndrimet zyrtare të Partisë Demokratike për çështje që janë ezauruar. Ju doni ta mbani mediatikisht se tha ka pas një konflikt madh. Sot kruja asnjë konflikt. Nuk thash konflikt madh. Po çfarë ja, raportua për një përplasje të brendshme midis Degës asnjë përplasje. Asnjë përplasje. Un kam qenë pjesë e mbledhjes. Debat. Ka një nen në statut që thotë që degët e partisë ndërtohen apo krijohen sipas njësive vendore, pra bashkive. Aktualisht PD-ja ka 2 degë. Degën e fushkrujës dhe të krujës. Dhe jemi në diskutime. Kjo është problematika, që ka kërkon zgjidhje. Jemi një vit, më pak se një vit para zgjedhjeve, kërkon një problematikë për të zgjidhur. Unë ju rendita disa. Po partitë kanë problematika. Dakor, atë që brendshme juaj, nuk marr përsipër, duhen 2 apo 1 degë. Do duhet të zgjidhin. Po jo, se unë se kam një lloj traumë tregon. Zoti Pali, a e ka luksin Partia Demokratike të përjashtojë njerëz? Ja, do dal. Ne jemi parti demokratike, pra kështu quhemi, po dhe kështu funksionojmë. Përpara se të marrim një vendim, konsultohemi me antarët dhe sot në Seli kanë qenë antarët e të 2 degëve, cilët janë dëgjuar me shumë vëmendje nga sekretari i përgjithshëm dhe nga kryetari i partisë, që kur ne të marrim një vendim, ta kemi vendimin të konsultuar me antarët tanë të partive. Ku është problemi këtu? Në vend që kjo të vlerësohet, që ne nuk kemi një parti që del Edi Rama dhe i thot ti mbyllë gojën se nxora për jashta, a thu se jemi në kopësh, ti pusho leje telefonin se un kam merakun që ti po përgjën. Ai nuk thotë që u vetë përjashtuar, nisës për Pali, as nuk thotë që u vetë përjashtuar në Braçe. Po e di un ku e ke merakun ti postaciet do ton. Ju lutem ma thoni ku e kam merakun. Është një çështje e ezauruar. Ka një qëndrim zyrtar të Partisë Demokratike. Me kë konsultua ky vendim tani? Ju jeni funksionari i Partisë Demokratike. Vendimi zyrtar. Vendimi zyrtar është përjashtim. Çfarë? Vetëm cili do. Jo më ta thotë se vendimi është nuk e di për thuaj tani vendimin, nuk e di unë zoti Lubonja i di. Po nuk e di po jo për zotin nuk e di. Që cili do që shkel rregullat e brendshme të funksionimit të Partisë Demokratike, sigurisht që ka masë disiplinore. Cili do që ka ankesa mbi masën disiplinore dhe kjo funksionon në çdo parti në botë. Cili do që ka ankesa. Dhe lidhur me krimin, tha zoti Berisha, për zotin Salian. Cili do që ka ankesa. Lidhe me krimin. Cili do që ka ankesa për masën disiplinore, nuk vjen për t'u ankuar te Ola. Vjen të institucionet Le të vinë njerëz të vi, me pres. Po ti patjetër se ti shikueshuri tonë dhe titullat. Do duhet vi në gjykatën e partisë. Ka një institucion që është organ kolegjal, i miratuar, i miratuar nga Këshilli pritur zoti Salian të vinë në Selinë e Partisë Demokratike, Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike, cili do që nuk e përdor këtë lloj gjëje për çuar ujë te kundërshtari, ka institucionet e partisë që do duhet të bëj betejat e tij statutore. Pastaj se duhet mbajmë gjallë mediat, që të mos flitet për Gagasin. Dhe nëse nuk e bën këtë përjashtohet. Që të mos flitet për Belinda Ballukun, që të mos flitet për Edi Ramën, po të flitet një lloj. Ju jeni funksionari i Partisë Demokratike, ne jemi mbledhur për të folur për atë që ndodh në Partinë Demokratike. Me të drejtën përjashtimet, unë nuk i kam të tema që më ka nis Ola. Në fakt, zoti Berisha sot foli shumë për përjashtimet. Në fakt. Unë sot kam ardhur për të folur për Ballukun, kam ardhur për të vetëm Ola që s'ka gjendë heqjen e Ballukut nga diskutim. Zoti Bari. Tema pjesa 2 e emisionit është sa fituese, sa përgatitur është PD-ja të zgjedhur për atë. Siç humbëm pjesën e parë me Skëndernitaj për cilën unë s'isha njoftuar, tani po humbim një temë për cilën
Zoti Bardhi, unë nuk I largoj masira aktualitetit. Kjo është çështje arkivuar. Dëgjoni zotin Berisha Kjo sot, është çështje arkivuar. Nuk është arkivuar kjo të lutem. Absolutisht Sot arkivuar. zoti Berisha ka qenë më I fortë se kur në deklaratat e veta, ku ka folur edhe për përjashtimet, edhe prurjet e reja, patjetër dhe për zonjën Balluku. Po pse s'flasim për prurjet e reja ne për ja, ju shembull? pyeti, Po flasim për një çështje që është ezauruar ka Zoti Bardhi, ka 3 muaj. Sa po të mbaron të erdhi, sa po të mbaron të arbri. I cili mbyllet me zgjedhjet jo thjesht të kryetarit, por do të ketë zgjedhje për kryesinë e partisë, do të ketë zgjedhje për Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, do të ketë zgjedhje për sekretariatet e partisë, do të ketë zgjedhje për departamentet në parti. Dhe do të shikoni edhe në leadershipin e partisë, pra në funksionet nënkryetar, sekretari përgjithshëm, sekretarët funksional të partisë, do të shikoni që do të ketë prurje të reja në Partinë Demokratike. Dhe ne do duhet flasim për këtë. Tani ju doni 3 muaj, djes, po 3 muaj, ne flasim për një gjë që është sqaruar, dhe unë nuk kam asgjë për të shtuar. Po nuk kam ndonjë gjë për të shtuar. Sa kohë ka një qëndrim zyrtar të Partisë Demokratike mbi këtë çështje, unë nuk kam asnjë koment për të shtuar. Të lutem ta dëgjojmë pak zotin Berisha sot, pastaj ta jap fjalën më njëherë. Në çdo dosje të saj, hajduti I parë është Edi Rama, urdhërdhënës është Edi Rama. Po kështu me Akshin është faktuar tashmë katërcipërisht se agasi Akshit është Rama, se mirëlinda e Akshit është Linda Rama, se strumullari pegmarrjeve është Armand Frangu për paratë e familjes Rama. Duhet bëjmë çdo gjë që të hapim Partinë Demokratike. Duhet me projekt konkret. Çdo kryetar, çdo kryesi, çdo koordinator, çdo udhëheqës politik duhet ketë si etalon antarësimet e reja dhe hapjen e partisë. Se janë me qindra qytetarë që duhen të marrin dokumentin e Partisë Demokratike. S'ka kush ja u afroj. Asnjë ndikim përveç se pozitiv kanë momentet e largimit të atyre të cilët në fushat elektorale kanë tradhtuar idealet e demokratëve dhe kanë punuar për mazharancën e krimit. Mos mendoj njeri se në shërbim socialist dhe do të ndodhet në gjirin tonë. Jo. është për të habitur se si këta njerëz që kanë marrë pjesë, kanë ndihmuar Partinë Socialiste, gjë që s'është e vërtet, në optikën time me asa I njoh disa dhe I kam ndjekur edhe në rrjetet sociale, përjashtohen në një mënyrë të tillë. Partia Demokratike ka një qasje shumë të habitshme her pas here, siç është kjo e fundit, një manual tërësisht si nuk duhet bëhet politik në opozit. Përjashton njerëz. Pa unë po shikoja pak profilin Elbasanin. Doris Madhin e pash në rrjetet sociale, e pash edhe në deklaratat që ka bërë, shumë e ashpër me qeverinë edhe në fushat. Emrat të tjerë, Ervin Saliani, emrat të tjerë, emrat të Durrësit, kishin qendër të parët që kishin përqafuar lëvizjen e zotit Berisha, me njëherë sapo ai shpalli foltoren, rithemelimin për të marrë Partinë Demokratike dhe dashur, pa dashur, kanë qenë kontributor, sakrifikuan diçka nga vetja. Dhe I shikon që në një mënyrë apo tjetër dalin kundra vijës zyrtare të partisë dhe përjashtohen. Konsiderojnë se u kanë punuar për atë, kanë punuar për këtë qartazi, shiko. Zoti Bardhi unë e kuptoj që është në siklet, qartazi kjo është një betejë për të mos patur një garë të vërtet në Partinë Demokratike. Mua më vjen mirë njerë. Më kujton pak kjo, ta mbaroj të lutem. Më kujton pak atë situatën që ka patur zoti Rama në opozit me Maqo Lakrorin. Pra, zoti Berisha po kërkon ndjes, me gjithë respektin që kanë për zotin Lakrori, po kërkon e njëjta gjë, po kërkon thjesht një kandidat sa për të thënë për të qenë në garë. Unë nuk besoj. Unë nuk besoj që Ervin Saliani e mundte. Por Ervin Saliani do konsolidoj për të qenë një kandidat I vërtet në zgjedhjet e tjera. Pra, do merrte strukturat, do shikonte pjesën e votuesve, se duhet japin listën e votuesve. Pra ka shumë element që zoti Berisha e ndalon. Brenda strukturës së Partisë Demokratike kanë përjashtuar, ajo më të kandidatëve e kanë përjashtuar, nuk është problemi aty. E kanë përjashtuar dhe kjo është gabimi më I madh që po bën opozita. Pra, unë nuk kuptoj një gjë, edhe një vot të duhet në opozitë. Se zoti Bardhi përmendi qarkun e Fierit. Qarku Fieri për shembull 7.000 vota I mori Shqipëria, nisma Shqipëria bëhet. Azmer Duleviç ka marrë diku të 2.000 vota. Po të ishin ato vota të opozita, po të ishte bashkuar, do shta do ta merrte një mandat plus, nuk do ishte një mandat minus. Sepse I mandat ju hoq Partisë Socialiste. Do I të hiqe Partisë Socialiste.
Pra, po të futesh në detaje, ka shumë element që qëndojnë, thua, diçka nuk po bëjnë mirë dhe po vazhdojnë me qasjen e tyre refraktare. Zoti Berisha ishte shumë i qartë. Hapet partia. Ka me qindra njerëz që duan marrin dokumentin e partisë dhe askush s'e ofron, tha. Punoni në këtë drejtim. Pse është e çuditshme kjo? Në mbasditet hapet Pse nuk partia. besohet kjo? Në mbasditet hapet partia, paraditet përjashtohen nga partia. Po nëse ke thyer ca rregulla? Të besojmë paraditen apo mbasditen, se unë nuk e di, nëse më thot diçka tjetër. Saliani ishte heroi i Partisë Demokratike, u shpall me grupet kriminale. Tani këtë besojmë, zoti Berisha para një viti apo pas një viti. Tani se kjo është një gjë që bie shumë në sy. Kemi zotin Rama, thot zoti Bardhi që atje nuk piptin. Zoti Rama i thot mos qesh, mos mba celularin, pra debatet e brendshme, autoritar, diktator, quani si doni. Dhe kush është e kundërta? Ti të përjashtoj nga partia, ti ke punuar për partinë, të gjenë kot disa informacione që janë të vërteta dhe të thonë ke punuar me grupet kriminale. Siç po ndodhi, i përmenda disa emra. Një koment për faktorin ndërkombëtar. Të lutem, të përgjigjem pastaj. Mua më vika shumë mirë njerë që ti e njih ke PD nga brenda. Shqipëria është e vogël, nuk është e madhe, zotë. Edhe këtë ke googulluar, jam i sigur. Jo, s'ka nevojë. Po këto informacione që vinë në parti nuk janë informacione, nuk janë informacione Google, janë informacione jo, unë preferoj që gjërat që lidhen me punën time, ti studioj, thellë, pra jo një sekond Google. Po mua më vjen mirë, sepse ti po thua, kjo nuk qëndron, unë i njoh disa, fakti nuk një asnjë, sepse ti nuk je antar i Partisë Demokratike. Po pse, duhet jesh antar i partisë që ti njohësh njerëz. Ti nuk e bërë në herë fushat për Partinë Demokratike, ti nuk e qenë në herë krah demokratëve në fushat për Partinë Demokratike, që të njohësh ato që bëjnë apo nuk bëjnë fushat për Partinë Demokratike. Pra është tallje shumë e madhe me ata që absolutisht që po na djekin, që dikush as nuk voton për PD-n. Po ju kur e zbuluat? Ju e zbuluat kur ju doli kundër. Unë nuk të ndërpreva, më the një moment, unë nuk të ndërpreva. Pra dikush qëndron 100%. Dikush që nuk voton për PD-n, që je ti, nuk voton për Partinë Demokratike, një kush ka kontribut, kush nuk ka kontribut në nivel lokal në Partinë Demokratike. Kjo është të tallesh me ata që na të tregoj biseda po më shkojnë nga Elbasani tani. Partia Demokratike çfarë po thon? Ishte PD-s. Mos i përmend emrin. Ishte PD-s. Po ishte PD-s. Se keni larguar ju, edhe kemi larguar në askënd ne. Na kanë larguar pa të drejtë. Na ndjekin shumë. Kemi larguar Demokrat Safi. I një dhe zoti Bardhi po t'i them emra. Absolutisht mi thuaj emra dhe të konfirmoj. E Valse Reqi po ta them një prej tyre. E Valse Reqi ka kandiduar. Po më shkruan tani dhe thotë nuk janë të vërteta ato që thot zoti Bardhi, sepse ata kanë punuar për PD-n. Po e di Evaldi ka ndruar 7 parti. Më fal, po ka ndruar 7 parti deri tani. Evaldi nuk është në PD. Mirë, se nuk është këtu dhe Evaldi ka kandiduar në 2021. Është demokrat. A kërkon? Dikush që shkon në një parti tjetër është demokrat, thot. Po jo, më nuk është demokrat. Nëse ti punon për një parti tjetër dhe zotria ka punuar për një parti tjetër, edhe në zgjedhjet. Po kryetaren e saj keni deputet. Edhe në zgjedhjet e 2020. Kryetaren e partisë së tij. Me që më përmendë një emër, pra ju lutem. E morët deputete. Ama përmendë një emër. Në 2021 ka punuar dhe votuar për një parti që nuk është PD-ja, në 2025-ën ka punuar dhe votuar një parti që nuk është PD-ja. Tani si më thua mua... Ku dini si ka votuar ai? Po e di mo, se di për kë ka bërë fushat. Po unë s'jam si ti mo që... A kemi patronazhis pastaj? Po si? Kam struktura partije mo. Kam struktura partije. Si dini votën mo? Kam struktura partije. Një parti. Po pa tjetër që i di, pra se më përmendë një emër, po zotria në të shkuarën e largët ka qenë antar i Partisë Demokratike. Me vullnet të plot i pa larguar nga askush, ka zgjedhur të shkojë në një parti tjetër. Tani ti më thua mua, pse ke përjashtuar këtë? Ky ka ikur vetë, mo. Jo, për brenda Doris Madhi dhe Po ky ka ikur vetë, mos si ta mbaj me zorun. Ka kandiduar për s'ka asgjë personale me të, zero. Doris Madhi thotë që keni përjashtuar pa të drejtë. Po nuk mund më thuash
po tani t'jap unë 200 të tjera që thonë të kundër asaj që thotë, po unë nuk dua ty në emra. Po mëse më kërkua, Jo, si kërkova, thatë Unë i përmenda, një demokrati 1, 2, 3. Elbasanit, po të shkruan ty që nuk qëndron kjo që po them unë. Dhe unë po të sqaroj që nuk është demokrati Elbasanit, sepse ka kandiduar dhe punuar në 2 palë zgjedhje të fundit për parti të tjera. Jeni dakord Dhe me jo i Berisha me larguar Saljanit? as nga Gazmend Bardhi as nga Sali Berisha, po si Ju lutem se nuk kemi kohë. personale e për të përgjigjem pak. Së dyti, Po e shmang. fakti që Gazmend Bardhi ka punuar dhe marrë lëvdata në një moment caktuar nga cili do qoftë lideri i Partisë Demokratike, kjo nuk do të thotë që unë kam marrë një medalje e kam varë në qafë dhe këto do ta kem për gjithë jetën, sepse detyrimi im si antar i Partisë Demokratike, si demokrat, si funksionar i Partisë Demokratike, është që gjithë jetën të punoj për Partinë Demokratike, sepse është kjo parti që mua më ka bërë deputet, pra përfaqësues të demokratëve. Pavarësisht problemeve që her pas here ka kjo parti. Pavarësisht problemet, këtë pra po them, këtë i tash edhe Erlit, cili do prej nesh ka lirin e plot që çdo lloj problemi të vi adresoj në strukturat e partisë. Strukturat e partisë. Kush e shkel të rregull përjashtohet, kjo është ideja. Me qenë se jemi tek Zoti Saljani ka qenë antar i kryesisë të Partisë Demokratike. Do duhet mbesoni, nuk ka ngritur asnjëherë në asnjë mbledhje të kryesisë së partisë probleme që lidhen me funksionimin e partisë. Pra e vetmja kërkesë paktën gjatë këtyre muajve të fundit që ka qenë e Zotit Saljani në mbledhje kryesie është që PD-ja do duhet të bëj protesta. Kjo ka qenë e vetmja kërkesë e tij, jo të bëj protesta. Kjo ka qenë e vetmja kërkesë e tij. Unë nuk e kam dëgjuar ndonjëherë që në mbledhje kryesie të vi dhe të kritikoj Zotin Berisha për mënyrën e drejtimit të partisë. Të kundërshtoj Zotin Berisha. Po nuk e ka bërë në struktura, pra thot. Nuk e ka bërë në struktura, e ka bërë jashtë strukturave. Të kundërshtoj Zotin Berisha për një vendim që Zoti Berisha shpall në mbledhje apo në takime. Dhe debatet e brendshme ne e kemi vuajtur rola në këtë studio, prandaj ku hap statuti me radhë, thash nuk futem në emra. Ne e kemi bërë këtë gabim në të shkuarën. Për 4 vite, për shkak konfliktit tonë të brendshëm, ne morëm peng për shkak të zhvillimi opozitën e vendit, duke dëmtuar interesin publik, sepse opozita, Partia Demokratike është çështje e interesit publik. Dhe ta bësh një herë dhe të kuptosh gabimin dhe të tërhiqesh është krejt njerëzore, e kemi bërë gjithë. Ta përsërisësh pastaj është me dashje. Përjashtim. Pastaj kur ti të njëjtën strategji që kundërshtari ta ka përdorur para 4 vitesh, tenton ta sjellësh edhe në moment kur nuk ka konflikt brenda Partisë Demokratike, ku ke gjithë lirinë tënde politike, njerëzore, të vish të ti trajtosh çdo lloj problemi në kryesinë e partisë, në Këshillin Kombëtar të partisë, në kuvendin e partisë, pra në institucionet e partisë. Unë nuk di që Zoti Berisha gjerm sot t'i ke mbyllur derën dikujt dhe nuk e ka dëgjuar me respekt dhe shpesh herë edhe nëse ka patur të drejtë ka bërë dhe atë që është kërkuar. Dhe fakti që ti ke gjithë këtë hapësirë, po ndërkohë zgjedh një rrugë tjetër, tenton të përsërisësh atë që ne kemi bërë një herë si gabim dhe është e pafalshme që ne ta ripërsërisim dhe ta ripërsërisim, sepse nuk dëmtojmë thjesht e përsëris Partinë Demokratike, ne dëmtojmë interesin e qytetarëve. E kuptoj. Duhet ta mbyllim, do kisha dashur ta vazhdonim edhe më shumë, po jo s'kam kohë. Për faktorin ndërkombëtar. Po, më fal, një pyetje të shkurtër edhe pa koment. Yjet e Partisë Demokratike për të së vërtetës në takime me faktorin ndërkombëtar është Zoti Bardhi dhe zonja Tabaku. Shpresoj shumë që kjo ka qenë dhe Zoti Balliu. Po më shumë Zoti Bardhi, zonja Tabaku kanë qenë. Jo flas edhe në departamentin e shtetit e tjerë. Shpresoj shumë që kjo mos. Po pse i quani yjet e Partisë Demokratike? Shpresoj shumë mos i kthehet në kosto. Jo kam tjetër, mos i kthehet në kosto xhelozitë e brendshme në Partinë Demokratike, sepse duket sikur janë të vetmit që kanë një kanal të fortë komunikimi me faktorin ndërkombëtar. Mund të bëj së pari patjetër unë zonja Tabaku për dhe kolegë të tjerë në Partinë Demokratike kanë kanalet e tyre të komunikimit me faktorin ndërkombëtar. Në asnjë takim, dhe kjo është diçka që secili kolegë ka mundësi ta verifikojë, në asnjë takim nuk flitet për interesin e Gazmend Bardhit apo kolegëve të tjerë që kanë takime me faktorin ndërkombëtar. Flitet për interesin e Partisë Demokratike, po mbi gjitha flitet për interesin e Shqipërisë. Dhe fakti që flitet qoftë për interesin e PD-s, qoftë për interesin e Shqipërisë, ka zero risk
që dikush të xhelozoj pse ne përfaqësojmë si kundër secili tjetër jetë ashtu si thoni ju. Këtë mundësi, përfaqësojmë interesat e PD-s dhe të Shqipërisë në takime me faktorin ndërkombëtar. Faleminderit zoti Bardi, faleminderit zoti Lubonja, faleminderit kolegu Titaj dhe kolegut Murati, faleminderit edhe ju që na ndoqët. Ritakojmë sërish nesër në mbrëmje në orën 21 në Studio 24. Natë të mirë.